Popull i bukur, por i shtypur që para më shumë se 2 shekujsh u detyruan të braktisin vendlindjen e tyre. Lufta në mes Rusisë dhe Qirkezisë së atëhershme bëri që shumë prej këtyre familjeve t'u amësyn trojeve ballkanike ku përfshihen edhe ato shqiptare. Udhtimi dhe vuajtjet përgjatë rrugës ishin as të mëdha saqë arritja e tyre në Kosovë zgjati rreth 2 dekada. Në Kosovë njihen si Çerkezët. Po tash bashkësakt nuk e di sa vjetë, ata janë nisë atje dikun 840 që i ka rrëk rusi me sikletën, sa ka nesë aty, që di që dikte kërë në orë këtu ofër Beogradit të nishi, dikun 860. Që shkanë kaldu ata nësë mujnë me i esi ishë babgjushe ata. Prej cilët vanë një vanë djekë? Prej Azerbajxanit. Cila u konë arsyja, qka u konë, pëse? Po arsyja, u konë veç pëse je muslimon nuk je, ja bonoros, ja respektu e shkunguru kë ka dosh. I kanë masakru, i kanë e pome dhe nga kësë që shubua jo atërë Stalini ata që shënë konë atë, i kanë përqatot që që shënë. Kanë lënë tokat, i kanë lënë krejt veç që shënë e kështu shpjetë. Thuhet që në viset shqiptare u dynden rreth 40.000 Çerkez, të cilët u vendosën në vendbanime të ndryshme nga perandoria osmane.